Surja El Ahkaf, Mekase, 35 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Hamim. Ha, mim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Ne I kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre, me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. E megjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që u është paralajmëruar. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Thuaju, a I shihni ata që I adhuroni në vend të Allahut? Më tregoni çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vallë ka ndonjë pjesë në krijimin e qijeve? Mos sillni një libër të shpallur para këtij, Kuranit, ose ndonjë gjurmë tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Kush është më I humbur se ai, I cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e Kiametit, e që janë krejtësisht të pavetëdijshëm ndaj lutjes së tyre. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën Kuranin që u vjen, kjo është magji e qartë. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Ose, ata thonë, ai, Muhamedi, e ka trilluar vetë atë Kuranin. Thuaju, por nëse unë e trilloj atë, ju nuk do të mund të më mbroni nga dënimi I Allahut. Ai I di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të, Kuranin,
mjafton ai dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirë plot. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Thuaju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodh me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe kam për detyrë vetëm të jap paralajmërime të qarta. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Thuaju, më tregoni se ç'do të bëhet me ju. Nëse Kurani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bijtë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelartë. Me të vërtet Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit e pa drejtë. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Mohuesit thon për besimtarët: nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. E përderisa ata nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë: ky është një trillim i lashtë. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për gjithë njerëzimin. Ky libër, Kurani, e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u sjellë lajme të mira, punë drejtëve. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pa dyshim, ata që thonë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për t'u friksuar e as për t'u dëshpëruar kur t'u vijë vdekja. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ata do të jenë banor të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, si shpërblim për atë që kanë punuar. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Njeriun e kemi porositur të jeti sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gji për 30 muaj dhe kur arrin në moshën e burrërisë e i mbush 40 vjet, ai thot: O Zoti im, më frymëzo që të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do t'i jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, tek ty kthehem i penduar dhe ty të dorëzohem. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Këta janë ata njerëz të cilëve do t'u apranojmë veprat e tyre më të mira, e nuk do t'u avëmë re veprat e tyre të këqija. Ata do të jenë banorë të xhenetit. Ky është premtimi i vërtet që u është premtuar. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Mirë po, ndonjëri u thot prindërve të vet: Uf, ju, apo më premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni? Kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit: Mjerë për ty, beso, sepse premtimi i Allahut është i vërtet. Ai përgjigjet: Këto janë vetëm prallët e popujve të lashtë. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilëve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, sipas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Ditën, kur ata që kanë mohuar do të vihen para zjarrit, do të thuhet: Ju keni shfrytëzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot do të ndëshkoheni me dënim poshtërues sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kurfar të drejte dhe nuk jeni bindur Allahut. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Kujtoje vëllain e fisit Ad, Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para tij, edhe pas tij, kur u tha: Adhuroni vetëm Allahun. Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ata u përgjigjen: Vallë, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sillna atë dënim që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Ai u tha atyre: Vetëm Allahu e di se kur do të vijë dënimi. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar, por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Dhe kur pan një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata than: Kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigj ai. Kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që mbart një dënim të dhemshëm. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. Që me urdhërin e Allahut shkatëron çdo gjë. E në mëngjes u pan vetëm shtëpitë e tyre të zbrasëta. Ja kështu e ndëshkojmë ne popullin keqbërës. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ne I kishim bërë ata më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi I tyre, as shikimi I tyre, as zemra I tyre nuk u sollën kur far dobije, sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata I goditi ajo me të cilën talleshin. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. Edhe më parë, ne kemi shkatëruar vendbanime rreth jush e ua kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Përse nuk u erdhën në ndihmë atyre idhujt që I adhuruan si zota krahas Allahut për t'u afruar tek ai? Vërtet idhujt I lanë baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre idhujtarëve. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Kur ne dërguam te ty një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata kur erdhën I than njëri tjetrit: "Heshtni." Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli I tyre si këshillues. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ata than: O populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, I cili vërteton shpalljet para tij, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Ai do t'ju afal gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhemshëm. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Ndërsa ata që nuk I përgjigjen thirrësit të Allahut nuk do të mund t'i ikin atij në tokë. Për ata s'ka mbrojtës tjetër përveç tij. Ata janë në humbje të madhe.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm t'i ngjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: Vall, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë: Po për Zotin ton. Ai do të thotë: Atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Prandaj, ti bëhu i durueshëm, o Muhammed, ashtu siç kanë duruar me këmbëngulje të dërguarit e vendosur, dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një çast të ditës. Kjo është shpallje e qartë. E kush do të shkatërrohet tjetër përveç popullit të pabindur?